ti e ke të parashikuar në kodin penal që armbajtja pa leje, pistolet ose biçak, po duhet është 5 me 7. Pra 5 minimumi, 7 maksimumi. Pastrimi I parave është 5 me 10 ose 5 me 15 kur e ke në bashkëpunim me më shumë. Tani pyetja ime është, kjo e dyta e ka margin maksimal më të rëndë. Unë nuk njoh në gjithë këto vite, të më ndjejnë ata që më dëgjojnë, që të kem pasur një çështje apo ta kem dëgjuar nga kolegët e mi që të ketë pasur një çështje me një person që ka pasur armbajtje pa leje dhe mos ketë bërë minimalisht një 7-8 muaj të mirë, një vit dur, të paktën. Ndërkohë mund të jap raste pa fund të njerëzve të cilët nuk kanë bërë 1 minutë, jo një ditë, 1 minutë nuk e kanë parë derën e burgut, edhe pse janë akuzuar nga SPAK-u ose nga prokuroria për pastrim parash. Tani, ose është paradoksi I kodit penal që ndryshe lexon njëri, ndryshe lexon tjetri dhe hajta rishkruajnë kodin penal, ose ndryshe është paradoksi që është xhepi. Ajo pjesa që thash nga poshtë. Dhe kjo e dyta, në raste konkret, është më domethënëse, sepse kështu ndodh në këtë vend ose të rinderuar. Këtu drejtësia është për të vobektit, për ata që s'kan mundësi. I zhgryen, I futin brenda dhe I harrojnë aty brenda. Kurse për ata të cilët janë çik të kamur, kanë çik shoqëni, po janë njohin një deputet politike, po kanë njohin një kështu, ja? Për këta nuk ka në mënyrë absolute as edhe një ditë burg. 5 vite burg kërkuan për Fatime Kryemadhin, nuk kam as edhe një gjë me atë zonjë e nderuar qoftë për mua. Personalisht, as edhe një gjë nuk kam, por ti nuk mundesh të tallesh me mua. Ajo ishte në mosh, po ke tjerë që janë po ta mora si shembull, normale. 5 vite I thua 5 vite burg. 5 vite burg dhe I thua dhe direkt, prandaj që thash, nuk ja le mundësinë as gjykatës që të thotë kalojnë në shërbim prove. E kërkon vetë SPAK-u. Thot 5 vite burg që do kalojnë në shërbim prove. Dhe 5 vjet kërkimi është ti njihen atributet të avokat. Ta marrë atributin direkt, mos ta marrë gjykata. Po ti jep 5 e 1 muaj, nuk e kërkon të do të shërbime provës, pra e kërkon 5 vjet dënim. Se po ti jep pak më shumë, nuk ja lejon do të japësh minimale, no? Po do të japësh minimale. Pra do të jetë 9.5. Ka një çështje vërtet këtu, është ulëritse, fakti se si zyrtarët e administratës shtetërore janë të përfshirë në raste korrupsioni, vjedhje, shpërdorimi, detyrës dhe pjesa më e madhe e tyre arrin t'ia hedhin paq drejtësisë. Do të thotë, I kalojnë këto filtrat e gjykimit pa u ndëshkuar. Ose ai ndëshkimi është kështu I lehtë sa për të gërvishtur shumë pak dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë nga ajo çfarë ne kemi kuptuar në të gjithë këto vitet e fundit. Rastet e korrupsionit në vendin tonë janë rritur dhe kjo thuhet zyrtarisht dhe nga prokuroria e posaçme SPAK në raportet e saj. Të paktën shkeljet e barazisë në tendra, që është një nga veprat që ka prekur zyrtar të vegjël, të mesëm, të lartë deri në radhë politikanësh, është kështu masive kjo. Kjo shive tek zyrtarët, shive tek ata të komisionit të vlerësimit të ofertave për tendrat e të tjera me radhë. Dhe çfarë do thotë kjo? Do të thotë që nuk jemi në rrugën e duhur për të rikthyer në shina administratën dhe të kthehet në shërbim të qytetarëve shqiptar dhe të mos shkojnë të vidhen paratë e pensionistëve dhe atyre që kanë nevojë për ndihmë sociale për të blerë ilaçe apo dhe bukën e gojës, se nuk dihet se ku shkojnë paratë kur bien në duart e këtyre drejtuesve. Nuk e di domethënë se çfarë do duhet të themi më tepër për të bërë më tepër një lloj ndërgjegjësimi, qoftë në raport me administratën, qoftë dhe në raport me drejtsinë. Ramaj, për ta përmbyllur këtë pjesë ke ndonjë gjë për të thënë se unë kisha ndoshta dhe pak emocionale këtë, por është mesazh, ëh? Donë është krejt shqetësim normal, por duhet të themi edhe këto që prokuroria e posaçme ka një ngarkesë të jashtëzakonshme për sa I përket çështjeve të korrupsionit. Nuk mundet që prokuroria e posaçme në këndvështrimin tim dhe paketa e reformës drejtësisë e bërë gabim ose qëllimshme që dhe për vepra mbi 50.000 lekë të reja, që është vendosur minimumi në ligjin për korrupsionin që duhet ta mbajë prokuroria e posaçme, pra mbi 500.000 lekë vjetra,
ta hetoj kjo prokurori dhe të presësh që ajo të japi vetëm burg. Ajo do japi dhe dënime alternative, jo vetëm prokuroria, po dhe gjykata, se gjykata në fund që vendos. Pra prokuroria e posaçme mund t'japi çfarë do, ato që tha Leonardi, kërkon kushte të tjera, shërbim prove, por gjykata vendos në fund dhe gjykata duhet të jetë në nivelin e lartë. Por nëse flasim, Shqipëria ka probleme shumë mëdha. Ne folëm më herë për probleme paras pisët, e cila vjen me miliona në Shqipëri. Dhe aty korrupsioni aty ndodh. Pra një zyrtar I cili korruptohet me miliona. Nëse flasim për 2.000 euro, për 5.000 euro, mbase korrupsioni thjesht në atë pikë është e pranueshme dhënia e një kushti apo një dënimi alternativ, nëse mund ta quajmë në këtë formë. Pra, prokuroria duhet kishte më pak ngarkesë të merrej me ato që janë çështje të mëdha, me Zvërnecin. Zvërneci është çështje e madhe. Një vjedhje e madhe në Shqipëri është diçka që I prek dhe dëmton buxhetin e shtetit. PSD-ja ishte çështje e madhe, duhet të ishte futur në një formë tjetër, duhet ishte qasur hetimin në një formë tjetër për të dalë pastaj edhe të dënimet që duhet ishte përgjigjur dhe gjykata në nivelin e duhur. Për atë rast, po dhe për shumë raste tjera të mëdha, për grupet kriminale tjera. Kur ti e ngarkon me çështje krejt vogla, të parëndësishme, pastaj do ketë manovra, do ketë probleme dhe presioni politik është shumë I madh. Ne kuptoj. Mirë, ndoshta unë me ç'kuptoj unë nga diskutimi më duket pak e vështirë, më duket pas zgjidhje. Nëse nuk ndryshohet kodi penal, nuk ndryshohen dhe njëherë se çfarë do duhet tetojnë prokuroritë e rrethave, të marrin dhe njëherë në kontroll çështjet caktuara që jo çdo gjë të shkojë. Do një studim, mos të bëhet me urgjencë, do një studim, do ta shikosh punën e prokurorisë posaçme, punën e prokurorive të rrethave. Prokuroritë e rrethave janë jashtë loje, për shembull, ne flasim spaku. Prandaj ky është problemi. Prokuroritë e rrethave janë jashtë çdo lloji normaliteti. Ato hetojnë vetëm çështje që tha Leonardi, ata që janë më të pambrojtur, njerëzit që janë qytetar thjesht, dhe pjesa tjetër pastaj shpëton jo vetëm me para, po edhe me lidhje politike dhe me fort. Kene I zyrtar shteti që e ka marrë një prokurori e rrethit si të panderë, asnjë. Kene I drejtor që e ka marrë një prokurori, asnjë. Është e ka pamundur. E qartë për çështjet të kompetencave. Regjia, të lutem, më kalo me siglën dhe diskutojmë pak që s'pak ka çuar për gjykim dosje ku përfshihen emra të mëdhenj të botës krimi duke nisur me Vis Martinaj. Tani, dosja është procedimi penal numër 9 fraksion 2 viti 2023 në ngarkim të pandehurve. Thot spaku që Vis Martinaj akuzohet për vrasjen e Gjin Ndoj Boriçit në 9 gusht 2020 në Shkodër, akuzohet se siguroi kushtet për vrasjen e Klan Musabelliut, akuzohet për grup strukturuar kriminal dhe armbajtje paleje. Denis Brajović akuzohet për vrasjen e Gjin Boriçit, akuzohet se planifikoi siguroi kushtet për vrasjen e Dorian Duli dhe Ibrahim Licit, akuzohet për grup të strukturuar kriminal dhe armbajtje paleje. Klaudor Hakaj akuzohet se siguroi kushtet për vrasjen e Klan Musabelliut, akuzohet për pjesëmarrjen në grup strukturuar kriminal. Prek Kodra akuzohet se siguroi kushtet për vrasjen e Dorian Duli dhe Ibrahim Licit, akuzohet për pjesëmarrje në grup strukturuar kriminal. Alex Ndreka, I njohur ndryshe si Leksi Druva, akuzohet se siguroi kushtet për vrasjen e Dorian Duli dhe Ibrahim Licit, grupi strukturuar kriminal. Nureddin Dumani akuzohet se siguroi kushtet për vrasjen e Dorian Duli dhe Ibrahim Licit dhe grup kriminal. Elio Hato akuzohet për tentativë vrasje ndaj Taulant Pepës në 21 shkurt të 2021 në Shkodër, akuzohet për armbajtje paleje, akuzohet për korrupsion aktiv ndaj funksionarëve të drejtësisë. Arsat Bashli akuzohet për tentativë vrasje ndaj Taulant Pepës, armbajtje paleje, korrupsion aktiv ndaj funksionarëve të drejtësisë. Bardhyl Mavraj akuzohet për korrupsion aktiv ndaj funksionarëve të drejtësisë, akuzohet se siguroi kushtet për vrasjen e Dorian Duli dhe Ibrahim Licit, akuzohet për pjesëmarrje në grup strukturuar kriminal. Viktimat që janë objekti akuzave në këtë dosje, Gjin Boriçi, e cila është vrasje e kryer, Klan Musabelliu, ndaj tij u siguruan vetëm kushtet për vrasje, Dorian Dulit vetëm kushtet për vrasje, Ibrahim Licit vetëm kushtet për vrasje, ndërsa ndaj Taulant Pepës u tentua të kryej vrasja. Grup I cili përmban emra, le të themi të fortë të botës krimit, ndërkohë futet edhe për gjykim dhe emri Vis Martinajt, që drejtësia shqiptare nuk e di fare se ku është. Ky një të sigurojnë domethënë që do dënohet një. E Vis Martinaj një do të jenë sepse nuk është prezant. Do t'i marrin arzën e fytit, të sigurojnë për këtë. Edhe e dyta, ajo që bie në sy është akuza që I ka ngritur Dumanit, duke qenë tashmë dihet që është një personazh që ka bërë dëshmitar I drejtësisë, le të themi, ka bërë marrëveshje me prokurorinë në lidhje me duke zbardhur një sër çështjes të tjera.
fakti domethënë që i kanë ngritur një akuzë të re, mund t'ja rëndoj pozitën e tija, dhe mos u sudit domethënë që edhe kjo gjë të jetë bërë pikërisht për këtë arsye, me qëllim që pavarësisht hiqet statusi bashkëpunëtor? Ndoshta jo deri në atë pikë, por edhe mund të shtohet dënimi për cilën mund të jetë arritur një lloj marrëveshje, një lloj marrëveshje, sepse statusi nuk besoj domethënë që mund të hiqet nga sot nesër, sepse statusi ka të bëjë me faktin domethënë që ai disponon ose jep përpara organit akuzët, të cilat pastaj konfrontohen me të dhënat e tjera dhe dalin të vërteta ose jo. Në momentin kur nuk dalin të vërteta, atëherë mund të hiqet statusi, pra nëse ai gënjen në raport me ato të cilat ai thot. Në rastin konkret, ai është vënë në akuzë për krimin e kushteve, për vrasjen e pretenduar Dorian Dullit dhe Ibrahim Licit, fakte të cilat nuk kanë ndodhur. Është një lloj akuze teorikisht e lehtë, sepse praktikisht në kodin tonë nuk dënohesh më për mendimin, por për veprimin. Pra unë mund të mendoj domethënë keq për ty, por nuk do të thotë domethënë që e bëra atë që mendova ndaj teje. Atëherë ndjes avokat, më shpo kuptoj, akuzat më të rënda dhe ata i cilët do goditen më fort nga drejtësia janë Vis Martina, që është kryer për vrasjen e Gjindojt, edhe Denis Bajovic, i cili u pak muaj më parë nga Dubai, po për vrasjen e Gjindojt. Dhe interesante është që vrasja e Gjindojt, e cila ndodhi në 9 gusht 2020 në Shkodër, është nga ato vrasje e cila është dërguar dhe me foto ndërmjet grupit kriminal në platformën Sky CC. E kanë dokumentuar duke çuar dhe foto. Sepse kanë dashur që jenë të bindur në lidhje me vrasjen e kryer. Pra, pala tjetër urdhëruese kërkonte prova faktike të vrasjes. Nuk bindeshin më. Prandaj është dokumentuar edhe në lidhje me këtë. Dhe dyta, ata flisnin në mënyrë të lirshme në Sky CC, sepse besonin fort domethënë që ishin platforma të cilat ishin të pa gjurmueshme. Dhe të shosh foton e vrasjes, bindje absolute, ë? Po pra, ka qenë të pa gjurmueshme. Madje tash një tjetër, duhet thënë faleminderit 1 miliard herë atyre agjentëve francezë dhe belg që arritën domethënë të deshifronin Sky CC dhe partnerët që ne i sollën këtu, sepse po t'ishte për ne, këta do i kisha akoma këtu duke luajtur lodra për kokër të qefit, dhe se spaku këta nuk i do jeton të kur në botë ndonjëherë, nuk do arrinte dot, se nuk i ka. Si gjithë vrasjet e pasbardhura që kanë mbetur. Dhe fjalia e fundit se flas dot më këtë, 90% e atyre që sapo theti, ose diçka më pak, është grupi Dobraçit apo jo? Po, Denis Bajovic ka mbështypjen, lidhje mund të jetë edhe pre kodra këtu, pre kodra u akuzua dhe për atentatin Elbasan ndaj po lidhjet e kanë gjithmonë me Dobraçi, Ibrahim Lici, Elion Hato, po Bardhyl Mavre ka mbështypjen është edhe vllai. Kështu që Safet Bajrit, kur ta zgjidhës çështjen e Dobraçit më thirr prap. Do disha të them. Basti jot ka dalë. Emri Vis Martina, domethënë çështja mund të trajtohet lirshëm për sa kohë nuk dihet fati i tij? Jo, unë besoj që duhet veçohet ose duhet ndahet çështja ose duhet pezullohet se nuk është autori i veprës penale. Për sa i përket Vis Martinait, pastaj pjesa tjetër mund të gjykohet në momentin që janë prezent në Shqipëri ose marrin ndjeni. Por doja të thoja këtë, si ka mundësi që vazhdon misteri dhe ngrihen akuza kur është shpallur i zhdukur Ervis Martinaj. Se nëse shpallet i zhdukur, procedura që mbrapa kërkohet pjesa e heqjes zotësisë për të vepruar, pra shpallet dhe i vdekur. Si ti është botuar fare se ishte bërë kërkesa, po kam përshtypjen në shpallur zyrtarisht, ë? Është akoma një shpall, po është akoma në gjykim pjesa tjetër. Por kryeministri, se këtu doja dilja, kryeministri tha që për 3 muaj duhet t'i japim zgjidhje kësaj çështje. Një bë 3 vjet. Po pra. Si ka thonë asgjë, policia shtetit është jashtë loje në këtë histori. Pra një person dyshohet se është zhdukur ose humb gjurmët totalisht dhe policia shtetit apo gjithë shteti shqiptar, që po flisin për paradoksin e kësaj administrate dhe politikës, jemi sot në debat është vrarë, s'është vrarë, është zhdukur, s'është zhdukur, duhet gjykohet. Se derisa prokuroria i ngre akuzë, ai prezumohet se është gjallë. Akoma, sepse ndryshe nuk mund ngrej akuzë ndaj një që ka vdekur. Nuk ka sens. Po duket ata të spakut avokatë që luajnë pak me sensacionin publik, se vendosin dhe me emër të parë. Shiko, ata mund të kenë edhe kështu hilesh bën nga presioni i madh i politikës dhe ata kanë të drejtën e tyre për ta bërë këtë gjë.
kur shohin që ke një shtet i cili nuk funksionon në aspektet tjera, ata pastaj do maksimalizojnë këtë gjë dhe me sensacionin e qytetarit. Kanë dhe besueshmëri, mendoj unë. E kanë përdorur këtë fakt. E kanë përdorur dhe për të mbrojtur veten. Pra besueshmërinë që kanë te qytetari dhe kjo duhet pranuar. E qartë. Mirë, çështja e fundit, por jo e fundit për nga rëndësia, në kuptimin e trajtimit për ta kuptuar në të gjithë bashkë atë se çfarë po ndodh, është paketa e maleve. Unë kam bërë një insert shpjegues çfarë synon ky ligj, që më saktë është një vendim i Këshillit të Ministrave, se sa ligj, çfarë përfitohet, çfarë jo, dhe kundërshtit publike që janë bërë nëse ky ligj të çon abuzim apo jo. E dëgjojmë insertin dhe rikthehemi ta diskutojmë. Në muajin maj të këtij viti hyri në fuqi një nga ligjet më të diskutuara të kohëve të fundit. Ligji numër 20 fraksion 2025 i njohur si paketa e maleve. Çfarë është konkretisht ky ligj? Qeveria e ka nisur me një qëllim të deklaruar, zgjidhjen e një problemi shumëvjeçar pronësor që buron nga ligji 7501. Ligj që la mira familje, kryesisht në veri dhe verilindje të vendit, të punojnë toka shtetërore pas një dokument zyrtar pronësie mbi to. Pas 3 dekadash punimit të vazhdueshëm, këta njerëz sot nuk kanë as titull, as mundësi ligjore për të ndërtuar apo për të pajisur me kredi bankare. Paketa e maleve u drejtohet pikërisht atyre. Ligji parashikon që çdo person i quajtur në terma ligjor, posedues jo pronar, do me thënë dikush që ka punuar e jetuar mbi një pronë shtetërore, prej të paktën 10 vitesh, të ketë të drejtë të kërkojë njohje dhe më pas kalimin e pronësisë mbi atë tokë, kundrejt një tarife thjesht simbolike, 1 euro. Procedura fillon me kërkesë të bashkisë drejtuar Këshillit të Ministrave për të shpallur një territor si zonë me përparësi zhvillimi. Më pas ndiqet një proces me hapat përcaktuar, verifikim në terren nga bashkia, afishim publik 45 ditor për çdo pretendim të palëve të treta, miratim nga Këshilli Bashkiak, leje zhvillimi e në fund kontratë shitje me kusht. Kushti është që brenda 10 vitesh të realizohet investimi i premtuar. Kush përfiton pronësinë e ruan atë vetëm nëse e zhvillon tokën. Përndryshe shteti mund ta zgjidh kontratën në mënyrë të njëanshme. Si shpërblim shtesë, ligji parashikon edhe përjashtim nga 4 lloje taksash, mbi ndikimin në infrastrukturë, pasuritë e paluajtshme, të vëshën dhe të ardhurat për një periudhë 10 vjeçare, por vetëm për deri në 500 subjekte në total në të gjithë vendin. Ky është në thelb sinteza e ligjit dhe qëllimi i tij zyrtar, rregullim pronësor plus nxitje investimi në zonat malore. Por ligji nuk ka kaluar pa u kundërshtuar. Nga opozita, deputetja Ina Zhupa, kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, e ka quajtur atë paketa tjetërsimit të pronës private. Sipas saj, iniciativa e menduar fillimisht për zonat malore është zgjeruar në praktikë edhe në fusha Kodra dhe Bregdet, duke rrezikuar pronarët që s'kan burime ekonomike për të investuar atë. Kritikat më të hollësishme kanë ardhur nga ekspert ligjor dhe ekonomik, që janë dalur në një tryezë organizuar nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, bashkë me Fondacionin Westminster për Demokracinë. Aty është vënë në dukje mungesa e transparencës në përcaktimin e zonave të prekura dhe fakti që procesi i kalimit të pronësisë nuk kalon nëpër filtra gjyqësor. Është ngritur edhe pyetja nëse ligji do të arrijë vërtet të tërheqë investitorë të huaj e të diasporës, siç premtohet zyrtarisht, apo nëse në praktikë do të përfitojnë kryesisht grupe të identifikueshme të afërta me qeverinë. Një tjetër çështje që u ngrit publikisht ka të bëjë me hartat që përcaktojnë zonat e zbatimit, me që ligji nuk parashikon një hartë të vetme kombëtare të gatshme, por procedura veç për çdo bashki. Ka pasur raportime për presion administrativ ndaj disa kryebashkiakëve për miratimin e shpejtë të këtyre hartave, diçka që disa prej tyre kanë refuzuar, duke kërkuar më shumë qartësi përpara se të vendosnin në shkrimin e tyre. Debati mbetet i hapur. Nga njëra anë një ligj që synon të zgjidhë një plag pronësore reale shumëvjeçare, nga ana tjetër shqetësime serioze mbi transparencën, kontrollin dhe kush në fundit do të përfitojë vërtet prej tij. Mirë, unë e nis me avokat Redi Ramajn diskutimin e këtij ligji. Tani kush përfiton, kush jo, e kishte të nevojshme Shqipëria vërtet një ligj të tillë apo jo? Me thënë drejtën, parimisht pjesa e ligjit për mua është jo normal. Unë nuk shoh në një gjë pozitive në aspektin e fitimit pronës te ky ligj.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nëse mund ta bëjmë pak ligjore, e ka të përcaktuar qartë se si fitohet pronësia, dhe në momentin që ti ke bërë një mishmash me ligjet nga viti 1991 dhe deri sot, mbas edhe më herët nga 45-a kur ja sekuestruan pronat shqiptarëve, deri më sot ke bivendosur disa ligje, bën dhe një ligj tjetër, duke thënë që ai i cili investon në një zonë të caktuar X dhe askush, thot kryeministri, nuk ngre pretendime për një kohë caktuar mbasi ky shpreh interesin për të investuar atje,